A ndihesh ndonjëherë si kur je duke vrapuar pas riskut, pas paqes, pas dashurisë, pas suksesit, pas një jete që të duket gjithmonë një hap më larg? Po si kur të them që sekreti për më shumë risk, për më shumë qetësi, më shumë dashuri e më shumë fuqi, nuk është aty ku po kërkon? Sekreti I vërtet për riskun e pakufizuar është diçka që ndoshta nuk ta ka thënë askush më parë, të paktën jo në këtë mënyrë. Kurani dhe Suneti e kanë treguar këtë sekret që para më shumë se 1400 vitesh, por ne kemi qenë shumë të zënë duke ndjekur dynjan sa nuk kemi dëgjuar fare. Dhe pikërisht për këtë, në këtë video dua të zbuloj një ligj hyjnor të harruar mbi riskun. Një ligj që ka qenë aty gjithmonë duke të pritur që ta kuptosh dhe ta jetosh. Dhe jo vetëm kaq, do të ndaj me ty po ashtu 4 ndryshime të fuqishme që e vë këtë ligj në lëvizje në jetën tënde. Ndryshime që asnjë guru financash, asnjë top miliarder nuk mund t'i premtoj, sepse ato nuk blehen me para, por zbulohen me besim. Nëse je I lodhur duke ndjekur riskun gjithë jetën e dëshiron të fillosh që risku të të ndjek ty, qëndro me mua deri në fund, dhe nëse ndjen që dikush ka nevojë për këtë mesazh, ndaje videon me të dhe fito shpërblimin e tij, sepse kur ti hap derën për dikë tjetër, Allahu hap dyer që ti as nuk I ke trokitur. Shumica e njerëzve e kuptojnë gabim punën e riskut. Ata mendojnë se sa më shumë të ndjekin dynjan, aq më shumë do të kenë. Por sekreti I vërtet është krejt ndryshe. Mënyra më e shpejtë për të marrë më shumë nga kjo dynja është të mos e ndjekësh fare. Dhe këto fjalë nuk vijnë nga unë vetë, këto fjalë I ka garantuar profeti ynë I dashur Muhamedi alayhis salam në hadithin transmetuar nga Tirmidhiu, që thot: kush e ka ahiretin qëllim, Allahu do ta vendos pasurinë në zemrën e tij, do t'ja rregulloj punët dhe dunjaja do të vijë tek ai me përullësi. E kush e ka këtë botë qëllim, Allahu do të vendos varfërinë mes syve të tij, do t'ja shpërndaj punët dhe nuk do të marrë nga kjo botë vetëse atë që I është caktuar. Ndoshta ti po vrapon pas dynjas, por dynjaja nuk është krijuar për ta ndjekur. Ajo është krijuar që të të ndjek ty, kur ti jeton për Allahun. Ndoshta ti po përpiqesh të kapësh riskun me forcat e tua, por risku yt nuk kapet me duar, sepse nuk është diçka që fitohet me vrap, por që vjen me kthim. Të ndjekish këtë dynja është sikur të ndjekish hijen tënde. Sa më shumë vrapon drejt saj, aq më shumë të ik. Po sa po të kthehesh drejt dritës, hija të ndjek automatikisht. E në njëjta gjë ndodh me riskun. Kur kthen zemrën drejt Allahut, risku të ndjek vetë. Ti nuk je krijuar për të ndjekur këtë dynja, je krijuar që të jesh ndjekur nga begatit, nga bereqeti, kur ahireti bëhet qëllimi yt I vërtet. Por çfarë ndodh kur e përmbysim këtë rend hyjnor? Kur e bëjmë dynjan obsesionin ton, kur mendojmë se hastëll, puna e fortë, pa ndal do të na shpëtoj? Profeti Muhammed alayhis salam na paralajmëroi me këto fjalë: kush e ka këtë botë qëllim, Allahu do t'ja vendos varfërinë para syve, do t'ja shpërndaj punët dhe nuk do të marrë nga kjo botë vetëse atë që I është caktuar. Pra me një fjalë tjetër, nëse jeton për këtë dynja, Allahu do të lejoj të vraposh pafund pas një iluzioni që nuk ka qenë kurrë për ty. Dhe ti e di shumë mirë se si ndjehet kjo. Varfëri mes syve, gjithçka duket si mungesë, ankthi të ndjek si hije, gjithmonë duke pritur për diçka tjetër që të bëjë të lumtur, edhe nëse fiton miliona, ti kur nuk je I përmbushur. E kupton tani, dynjaja nuk të shpërblen për vrapin tënd, të jep vetëm atë që Allahu ka caktuar, dhe nëse synimi yt është vetëm kjo botë, ajo të kthem pas një zemre bosh, plot ankth që nuk të ngopet kur. Ndaj, mos jeto për të ndjekur dynjan, jeto për ahiretin, jeto për Allahun, dhe dynjaja do të vi vetë tek ti. Profeti alayhis salam nuk na ka lënë vetëm me paralajmërime, ai na ka dhënë një hartë të plotë, një plan të thjeshtë që hap dyert për riskun, paqen dhe fuqinë që asnjë bilanc bankar, karrierë apo guru finance nuk mund të ta jap.
Dhe ja ku janë 4 ndryshimet e fuqishme që duhet të bësh. Të sugjeroj të marrësh një lavz dhe të shënosh këto 4 pika që mund të ndryshojnë jetën. E para, të falësh namazin në kohë, që është më e rëndësishme se çdo takim apo afat. Allahu është Er-Rezak, furnizuesi ynë i vetëm. Shefi yt nuk e shkruan riskun tënd. Afatet, projektet, klientet, asnjëri prej tyre nuk ka kontroll mbi atë që Allahu tash e ka caktuar për ty. Nëse e le namazin për dore për një takim pune, për një afat, apo për të mos e humbur një mundësi, një klient ose diçka tjetër, më fal që ta them troç, por je duke jetuar sikur riskun ta shkruaj shefi jot, e jo Allahu. Mos harro, Allahu e ka shkruar riskun tënd para se shefi yt të dinte emrin e vet. Ndaj ndrysho kujt i jep përparësi. Trajtoje namazin si takimin më të rëndësishëm të ditës, jo si një detyrim në fund të listës. Dhe do të shohësh se kur ti vendos Allahun të parin, ai hap dyer që ti as nuk i ke trokitur. Numër 2. Zaventso kulturën e hustle, puno shumë me kulturën e tavakulit. Përshtetja tek Allahu. Bota sot na mëson të lavdrojmë grindin, punën pa gjumë, s'ka pushim derisa të vdesim, sikur jeta është vetëm një garë e lodhshme për më shumë, më shumë, më shumë. Më shumë pasuri, më shumë sukses, më shumë lavdi. Por profeti ynë i dashur na mësoi një lloj tjetër pune. Lidhe devën tënde, bëje pjesën tënde, puno, por mos harro kush është burimi i vërtet i riskut. Allahu. Vetëm ai sjell shiun, vetëm ai sjell furnizimin, vetëm ai ka çelësat e çdo thesari. Kur e kupton që as ti, as shefi yt, as puna jote nuk është burimi i furnizimit tënd, presioni në gjoks shtuket. Dhe pikërisht në atë çast fillon të hyjë bereqeti që nuk lidhet me lodhjen, por me besimin. Profeti a.s. ka thënë si kur të mbështeteshit tek Allahu, si që takon të mbështeteni. Ai do t'ju furnizon të si që furnizon, zosht. Dali në mëngjes të uritur dhe kthehen në mbrëmje të ngopur. Kjo është kultura e tavakulit. Të punosh, por të mbështetesh thellësisht tek ai që kontrollon gjithçka. Të mos jesh i mvarur nga krijesat, por nga krijuesi. Numër 3. Ki frikë Allahun më shumë në privat se në publik. Bota të thot merr një diplom, ndërto një mark, rrit rrjetin, hape biznisin. Të gjitha këto kanë vlerë, por vetëm nëse nuk e harrojnë bazën. Allahu thot ndërtoje takfën, sepse ai na premton në Kur'an se kush ka frikë Allahun, ai do t'i hap një rrugdalje për aty ku nuk e pret. Pra risku yt nuk vjen nga sa vetë të njohin në publik, por nga sa sinqerisht i bindesh Allahut në prapasken, në ato momente kur askush nuk të sheh përveç atij. Kur jeta jote private është më e rëndë në adhurim se jeta jote publike në shfaqje, atëherë ndihma e padukshme e Allahut fillon të lëviz male për ty, pa zhurmë, por me madhështi. Nëse kërkon rrugdalje që s'ta jep as një mentor apo sistem, zbukuroje fshehtësinë tënde me Allahun. Aty fshihet forca që bota nuk e kupton, por Allahu është problem me bereqet që s'ka emër në këtë dynja. Dhe e fundit, e 4, jep më shumë për të marrë më shumë. Duhet paradokse, por ky është sekreti hyjnor. Nëse do të rritet pasuria jote, fillo të japësh. Profeti Muhammed a.s. ka thënë se sadakaja nuk e pakson pasurinë, por e shton. Çdo herë që jep, nuk humbet, sepse ti po bën një marrëveshje të fshehtë me mbretin e mbretërve, me Er-Rezakun, po investon në një portofol që nuk bie kurrë, në një të ardhme që është më e madhe se imagjinata jote. Në një botë kur të gjithë kërkojnë të marrin, bëhu ti ai që jep, sepse Allahu është ai që shumë fishon, jo vetëm në llogarinë tënde bankare, por në qetësinë tënde, në familjen tënde, në jetën tënde.
çfarë do që jep për hir të tij, kthehet tek ti në mënyrën më të bukur dhe shumë fishohet. Ndaj mos u frikso nga dhënia, friksohu nga një jetë pa bereqet. Tani ndalo për një çast dhe reflekto thellë mbi këto 4 pika që sapo dëgjove dhe pyet veten me sinqeritet. Gjithçka që po ndjek, parat, dashurinë, qetësinë e brendshme, suksesin që të mungon, etj. A mos po të ikën nga duar pikërisht sepse nuk po shkonte ai që i zotron të gjitha? A mos po e ndjek dynjan ku në të vërtet ajo ishte krijuar të ndjek ty? Kthehu tek Allahu, me falje, me përkushtim, me zemër të përullur, sepse shpirti jot nuk do qetësi nga pasuria, nga suksesi, nga dashuria, por nga qëllimi i duhur. Kur ahireti bëhet qëllimi yt, kjo botë bëhet shërbëtorja jote. Por kur kjo botë bëhet qëllimi, atëherë zemra jote mbetet të rob i saj, gjithmonë duke kërkuar dhe gjithmonë i pangopur. Dhe një nga mënyrat më të bukura për të kthyer te Allahu është të ringjallësh sunetet e profetit Muhammed a.s. që sot janë harruar, sepse në ato sunete fshihet risku që po e kërkon. Dashuria dhe qetësia që po të mungon dhe begatia që bota nuk mund të ta japë. Mos e shpenzoj jetën duke ndjekur hijen, sepse ajo do të ikë gjithmonë. Kthehu drejt dritës, drejt burimit të gjithçkaje, Allahut. Vendose atë në vendin e parë dhe do të shohësh vetë se risku, paqja, suksesi, dashuria e begatia nuk të vinë më nga kjo dynja, por nga ai që të jep gjithçka kur ti jeton për të. Faleminderit që ishe këtu, Zoti të bekof me rizq halal, të pastër, me zemër të qetë dhe udhëzim që të çon gjithmonë drejt tij. Assalamu alaikum ve rahmetullah.